Dashi, ditë ideale për dalje, udhëtime të shkurtra dhe aktivitete sportive. Trupi ka nevojë për lëvizje dhe mendje për çlirim nga stresi. Demi mund të lind tension për shkak të parave apo përgjegjësive familjare, mos mbaj gjithçka brenda vetes. Binjakët mund të ndihesh pak emocionale dhe e paqartë, jepi vetes kohë përpara se të marrësh vendime. Kaforia, financat përmirësohen gradualisht, një ide e mirë mund të sjellë fitim në të ardhmen. Luani, energjia emocionale është e lartë, mund të ndodhë një debat për krenarin apo xhelozin. Virgjëresha, në marrëdhënie kërkohet më shumë durim, dikush mund të mos kuptojë menjëherë qëllimet e tua, shmang kritikat e tepërta. Peshorja, mund të ndihesh emocionalisht e lodhur nga kërkesat e të tjerëve, gjej kohë për veten. Akrepi, do të ndihesh më emocionale se zakonisht, një person i afërt mund të ketë nevojë shumë për mbështetjen tënde. Shigjetari, diskutim në familje apo me partneri mund të kërkojë më shumë durim nga ana jote. Britsjapi, mund të ndihesh emocionalisht e tërhequr, mos u izolo nga njerëzit që të duan. Ujori, kujdes me lodhjen mendore, jepi vetes kohë larg rrjeteve sociale dhe stresit të përditshëm. Peshqit, financat kërkojnë më shumë kontroll, shmang vendimet impulsive dhe dëgjoj intuitën.